Kush e financon fushatën tuaj elektorale? Unë e financoj. Dhe për te jam shumë Ju krenar. personalisht? Po. Unë personalisht. Sa do i kushtoj kjo fushat? Nuk e di, si kam bërë llogarit, po 100.000 euro. 100.000 euro, po. që ju i nxjerrni nga xhepat tuaj personal? Absolutisht. Dhe për këtë jam, dhe kjo na dallon nga të gjithë tjerët. Pse? Pse na dallon? Po, a është kjo e drejtë? Sepse absolutisht e drejtë. Nëse një biznesmen tjetër shkon dhe financon një parti politike, do quhet drejt? Pse jo? Ti jep të 100.000 euro për një parti? Pse? Pse s'është e drejtë? Tani, të sqarojmë të çështjen e ndalon ligji se ndalon ligji. Dakor? Ligjet i kanë bërë këta. Dhe ligji me financimet politike në fushat elektorale, se po flasim ligj vetëm në fushat elektorale, e kanë bërë Kastile që mos merret vesh asgjë. E kanë bërë për shpëtuar veten. Dakor? Si e kanë bërë që mos merret vesh asgjë? Po kanë bërë, është shumë e vështirë të kuptosh ndonjë gjë. Por në rastin më të keq fetësi, unë duhet të paguaj një gjob. Dhe unë jam më së i gatshëm të paguaj këtë gjob, sepse për shkeljen e ligjit. Për shkeljen e këtij ligji, dakor?